Unë kum refuzu, asnjë letër s'kum pa me sy, ajo jo më nënshkru. Po du mu anullu veç motat, edhe mi kallzu njerëzve që jam keq përdorën. Nuk kam informata çka ka bërë. Në kallzo.com, më 6 janar 2026 e kemi pranuar një pretendim nga kandidati për deputet me koalicionin Vakat, Enes Bajrami. Enes Bajrami, që ka qenë me numër 13 si pjesë e listës së koalicionit Vakat për Kuvend të Kosovës, për zgjedhjet e parakohshme, po pretendon që pjesë e kësaj liste ka hy pa pëlqimin e tij, saktësisht nga udhëheci i kësaj liste, i këtij koalicioni, Rasim Demiri. Enes Bajrami po thotë që kur nuk ka dhënë në shkrim për me qenë pjesë e listës për deputet. Ai madje për këtë punë ka ngrit edhe kallëzim penal ndaj Rasim Demirit. Na, gjatë ditës, kemi tentuar me kontaktua edhe me Rasim Demirin, i cili është numër 1 në këtë listë, edhe sipas dhënave të fundit të KQZ-s e ka fituar një ulse në Kuvendin e Kosovës. Rasim Demirin e kum thirr 3 herë në telefon, i kum dërgu pyetje me shkrim përmes mesazhit telefonik e po ashtu edhe në rrjete sociale. Megjithatë, Rasim Demiri nuk ka kthy përgjigje deri në këtë moment. Përveç Rasim Demirit, kam kontaktuar edhe me Neliman Demirin, i cili sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është person kontaktues i partisë të cilën e udhëheq Rasim Demiri. Neliman Demiri, për cilin Enisi pretendon se ka kontaktu me ta për me qenë pjesë e listës për deputet, por që Enisi e ka kundërshtu, e ka refuzu, Melimani na ka thonë që nuk ka lidhje me këtë punë, se ai edhe pse sipas të dhënave zyrtare është person kontaktues, ai po pretendon që ka qenë i angazhuar vetëm për kohën e zgjedhjeve dhe se nuk ka informacione të tjera. Tash ta dëgjojmë versionin e Enes Bajramit, kandidat për deputet me koalicionin Vakat dhe pretendimet e tij. Rasimi më ka kontaktuar një muj para se më ndodh kjo votat, dita e votimit. Edhe më ka kontaktu, tha, apo bësh pjesë e Vakatit, tha, për zgjedhjet parlamentare. Thash unë me njëra kum caktu, thash unë nuk du më konë pjesë e Vakatit. Unë kum refuzu edhe ai veç një ditë më ka thonë ti e tha pjesë e Vakatit. Po thu që nuk ke dhënë në shkrim për me shku emrit në KQZ si kandidat për deputet. Unë asnjë letër s'kum pa me sy, ajo jo më nënshkru, po s'kum pa me sy letër. Te pas ke marrë vesh dikun me 7 dhjetor që veç i pjesë e listës, se s'ke kontaktu qoftë me Rasim Demirin, qoftë me dalë me një reagim publik, me thonë që unë nuk kom desht me qenë kandidat për deputet, po më kanë shti si pjesë të listës pa miratimin tem. Po unë i kum thonë edhe që atëherë që nuk du, ama deshta qysh me thonë, me avokata deshta mi janë nxjerr fundit këti punës. Po du mu anullu veç motat, edhe mi kallzu njerëzve që jam keq përdorën. Unë thash, bjemi ti shoq ato letrat, ai nuk mi ka kallzu, asnjë letër nuk ma kallzu. Ti po dyshon që dikush ka nënshkruar në emërtanin? Po sigurisht, patjetër ai kush që duhet me nënshkru, se KQZ-ja nuk e pranon pa nënshkrimi, unë sa e di. Qysh tash edhe më herët edhe Neliman Demirin e kam kontaktuar përmes telefonit. Tash ju kisha ftuar me dëgju se çka na ka thonë ai përmes përgjigjes telefonike. Goshëgi, unë kam punu veç për zgjedhje 2-3 muaj, për çdo informata thirrni presidentit kryte. Nderun, në KQZ jeni i listuar si person kontaktues i partisë. Qose dush na informata, thirre presidentin. Unë edhe Rasim Demirin e kam thirr, po nuk më ka lajmëruar për shkak që jeni person kontaktues, prandaj ju kam thirrur juve. Unë e kam lajmëruar, po nuk kam informata, për çdo rast thirre edhe një herë presidenti edhe ajo, bisedo me ata. Enisi mund ka thonë që edhe me juve ka fol për këtë punë. Pa ti që se besoj Enisi, por me Enisi, unë e kom kallzu, unë jam si punëtori teknik, e kom punu 2 muaj edhe qaq. Nuk kam informata çka ka bërë. Për pretendimet tjera të Enes Bajramit, unë kam intervistuar edhe Gent Gjinin, avokati Enes Bajramit. Juftoj me dëgju se çka na ka thonë ai, se cilat janë pretendimet e tij dhe se çka synojnë përmes kallëzimit penal. Tu ka manipulim dhe nuk është vullneti Enis Bajramit, pra është keq përdorur nga Rasim Demiri, ai jeton jashtë vendit dhe mua më ka thënë dhe ashtu siç kemi proceduar çështën e kallëzimit penal në prokurit themelor Prizrenit me objekt dëshimi për vepër penale të falsifikimit të dokumenteve, ai tregon që unë nuk kam dhënë aprovim, nuk kam nënshkruar asnjë dokument që të jenë pjesë e garës politike të partisë Vakat, që përfaqëson minoritetin bosnjak. Por skandali thedhot edhe më tepër duke mos e ditur që është pjesë e garës dhe është keq përdorur nga kjo parti, në thekë veçantë nga Rasim Demiri, si lideri i partisë. Kjo parti ka kaluar, domethënë
ka dalë partia e parë që përfaqëson minoritetin bosnjak dhe disi Rasim Demiri ka shkuar për shtati. Deri më tash, kur ora është 20:17, sipas të dhënave të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Enis Bajrami në listën për deputet nga koalicioni Vakat gjendet i 13 me vota, saktësisht me 486 vota që i ka marrë për deputet. Edhe pse ai po pretendon që nuk ka pas dieni që është pjesë e kësaj liste, sepse nuk ka pranu, nuk ka dhënë në shkrim, edhe nuk e din se çysh Rasim Demiri dhe koalicioni Vakat e ka fut në listë për deputet, e tash Bajrami ka dorëzuar edhe kallëzim penal.